A do të martohet Jacqueline Lekatari? Ronaldo Sharka ngre dyshime. Pak kohë më parë, Jacqueline Lekatari zbuloi se ishte në një lidhje dashurie pasi u fotografua me një mashkull misterioz. Por ish opinionistja e Big Brother VIP 2 vendosi që të mos e zbulonte identitetin e personit që i ka rëmbyer zemrën. Ajo është tepër diskrete sa i përket jetës private, duke mos treguar detaje të reja. Mirëpo fansat janë shumë kurioz për jetën sentimentale të ish opinionistes, ndërsa në lidhje me të ata kanë gjetur rastin që ta pyesin moderatorin e njohur Ronaldo Sharka. Ka zëra se është martuar Jacqueline, dëgjoj ti si mik i saj, ishte një ndër pyetjet që fansat i drejtuan ish-banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri gjatë bisedës së zhvilluar në Instagram. Zhaku do të martohet në nëntor të këtij viti, tha Ronaldo, duke mos dhënë asnjë detaj tjetër, e kështu fansat kanë nisur menjëherë duke aluduar nëse është e vërtetë apo jo një gjë e tillë.